Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, në një dalje të tij të parë publike pas përfundimit të procesit të votimit, akuzoi ashpër Partinë Socialiste për deformim të zgjedhjeve përmes faljes së gjobave, shpërndarjes së licencave për kultivimin e kanabisit, punësimeve masive dhe ngritjes të zyrave të palishme pranë qendrave të votimit. SPAK ka regjistruar 39 procedime penale për krime zgjedhore, shumicën për korrupsion aktiv dhe pasiv. Disa prej kazimeve janë ende në verifikim ose janë kaluar prokurorive të rretheve për hetime të mëtejshme. Egnatria ka siguruar titullin kampioni superiores përballë Vllaznisë me rezultatin 4-0, duke siguruar kështu edhe pjesëmarrjen në kompeticionet europiane. Zonja dhe zotërin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin e lajmeve këtu në TV Dheu. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, në daljen e parë për mediat pas përfundimit të procesit të votimit, hodhi akuza ndaj socialistëve duke thënë se procesi ishte i deformuar dhe kriteret e zgjedhjeve u shkelën. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbajti ditën e djeshme konferencën e parë për mediat pas procesit të mbylljes së votimit. Në fjalën e tij, ai ngriti akuza për Partinë Socialiste lidhur me vendimet e marra së fundmi, të cilat sipas tij kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Teksa u pyet disa herë nëse do të njohë rezultatin e zgjedhjeve, ai nuk u përgjigj drejt për drejt, por u bëri thirrje vëzhguesve që të vazhdojnë procesin e numërimit deri në votën e fundit. Presim rezultatin, PD do të bëjë të gjithë vlerësimin e saj, kur mbidhen 10 hektar kanabis për vot, kur punësohen me mira persona për të blerë vota, kur ngrihen zyra ilegale të PS-s pranë qendrave të votimit. Nëse pat faljen 2 net më parë të 150 milionë eurove gjoba, atëherë emrin zgjedhjeve vendosur në vet. Nuk janë dhënë kur 138 licenca për kanabis, kur 100 euro për vot publikisht, nuk ka ndodhur kur që të falen 2 ditë para zgjedhjeve 150 milionë euro gjoba, nuk ka ndodhur kur që të jenë në proces politik 3 liderat e partive opozitare. Kjo është hera e parë, kështu që asnjë prej këtyre nuk pajtohet me parimet e zgjedhjeve të lira. Opozitarët të tregojnë për kushtimin dhe seriozitetin tonë maksimal në numërimin dhe vlerësimin e çdo vote të hedhur në kuti, dhe të mos kenë asnjë ndikim nga asgjë. Kjo është detyra më e rëndësishme për demokratët sot, tha Berisha. Teksa numërimi i votave vijon, Partia Socialiste kryeson me numrin e votave. Mbetet për të parë se si do të jenë zhvillimet në orët e ardhshme. Koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës rrezikon të mbetet jashtë skenës së ardhshme parlamentare, pasi nga votat e numëruar nuk ka siguruar ende asnjë mandat deputeti. Procesi i numërimit të votave vijon me ritme të shpejta, ndërsa deri në orën 21 të së hënës janë përpunuar mbi 71% e kutive të votimit. Nga 5225 kuti në total, janë numëruar 3733, duke dhënë një pasqyrë të qartë të ndarjes së mandateve në kuvend. Partia Socialiste vijon të mbajë kryesimin me 53% të votave të vlefshme, duke siguruar deri më tani 82 mandate. Ndërkohë, Partia Demokratike ka përmirësuar pozicionin e saj në 34% të votave, që i përkthehen në 52 mandate. Koalicioni bashkë ka arritur të sigurojë një mandat me vetëm 1% të votave, ndërsa koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës, megjithëse ka mbledhur një përqindje të ngjashme, nuk ka siguruar ende përfaqësim në kuvend, duke rrezikuar të mbetet jashtë skemës parlamentare. Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion ka regjistruar 39 procedime penale për çështje që lidhen me krime zgjedhore. Pjesa më e madhe e tyre janë për akuza që lidhen me korrupsionin aktiv dhe pasiv në zgjedhje. Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka reaguar lidhur me krime zgjedhore të kallëzuara gjatë ditëve të fundit. Në një deklaratë për mediat, SPAK bëri të ditur se deri më tani janë administruar 156 materiale kallëzuese. Nga këto, për 39 raste janë regjistruar procedime penale, për 25 është vendosur mos fillimi i hetimeve, ndërsa 24 raste i kanë kaluar për ndjekje prokurorive të rretheve. Gjithashtu, 17 materiale janë dërguar për verifikim në drejtorinë vendore të policisë, me qëllim mbledhjen e informacioneve shtesë ose kryerjen e veprimeve të parahetimore. Një material është bashkuar me një çështje ekzistuese, ndërsa pjesa tjetër vijon të jetë në proces verifikimi. 39 procedime penale të regjistruara, 21 janë iniciuar mbi bazën e referimeve nga policia e shtetit. Një është referuar nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve, 8 janë nisur kryesisht nga SPAK, 3 kanë ardhur si rezultat i kallëzimeve nga shtetas të ndryshëm, 3 janë referuar nga prokuroritë e rretheve gjyqësore, 3 janë bazuar në kallëzimet e subjekteve politike, thot SPAK. Pjesa më e madhe e procedimeve janë referuar për veprën penale korrupsion aktiv ose pasiv në zgjedhje. Rreth 3 javë më parë dolën në protestë kundër qeverisë me pretekstin se po shemte shtëpitë me projektin e rrugës Librasht-Prenjas, por banorët e Autolishtit duke se janë të kënaqur me këtë fakt. Kjo pasi rezultatet e zgjedhjeve tregojnë se Partia Socialiste ka dalë forcë e parë në këtë njësi administrative.
Banorët e fshatit Hotolisht në Librazh dolën më 20 prill në protestë kundër zgjerimit të rrugës kombëtare Librazh-Prenjas, pjesë e korridorit 8, të cilën e konsideruan një kërcënim serioz për jetesën dhe pronat e tyre. Të pajisur me pankarta dhe një arkivol të vendosur në mes të rrugës si simbol i vdekjes së fshatit, protestuesit shprehen zemërimin ndaj projektit, që sipas tyre po zhvilloi pa transparencë dhe pa përfshirjen e komunitetit lokal. Jemi gati të përgjigjemi, ose ne ose ju, shkruaj në një nga pankartat, ndërsa një përfaqësues i tyre u shpreh, institucionet po heshtin, ky arkivol përfaqëson shtëpinë tonë të fundit, jemi të detyruar të reagojmë. Dhe duket se Autolisht reagojnë në zgjidhjet e 11 majit, të gjithë votat i shkuar rilindjes, kundër së cilës protestuan me arkivol me shprehjen ose ne ose ju. Përveç fitores në shumë qarqe të vendit, Partia Socialiste ka krijuar një bastion të ri në këto zgjedhje edhe në burgun e Fierit dhe të Durrësit, duke dalë fituese. Në këto dy institucione vuajnë dënimin për krime të ndryshme dhe funksionarë të lartë të Partisë Socialiste. Partia Socialiste ka shënuar një fitore të thellë edhe në burgun e Durrësit dhe të Fierit, ku vuajnë dënimin figura të njohura politike. Sipas të dhënave zyrtare, PS ka marrë shumicën dërmuese të votave të hedhura nga të burgosurit me të drejtë vote. Rezultatet në burgun e Durrësit: PS 148 vota, PD 35 vota, partitë e tjera vetëm 3 vota gjithsej. Në këtë burg ndodhen gjithashtu 4 zyrtarë të lartë të Partisë Socialiste: Erion Veliaj, Ilir Beqa, Jurgis Çyrbja dhe Alçi Bllako, të cilët më 11 maj zgjodhen të mos votojnë para kamrave. Nga 240 të burgosur gjithsej, 195 u lejuan të votojnë, ndërsa pjesa tjetër janë të përjashtuar për shkak të dënimeve të formës së prerë. Rezultatet e burgut të Fierit: PS 217 vota, PD 92 vota, Partia Mundësia 8 vota, Nisma Shqipëria Bëhet 4 vota, PSD 3 vota, Lëvizja Bashk 1 vot. Diferenca në Fier është gjithashtu e konsiderueshme, 125 vota më shumë për PS-n kundrejt PD-s. Egnatia ka siguruar titullin kampion në kategorinë superiore, duke mboshtur me rezultatin 4-0 vllazninë e Shkodrës. Kështu, ekipi Rogozhinës ka mbyllur me sukses sezonin, duke siguruar një vend në kompeticionet europiane vitin që vjen. Në një mbrëmje të mbushur me emocione në arenën kombëtare të Tiranës, Egnatia e Rogozhinës ka triumfuar me rezultatin bindës 4-0 ndaj vllaznisë të Shkodrës, duke siguruar titullin kampion të superiores në sezonin 2024-2025. Ky është suksesi i dytë radhasi për Rogozhinasit, të cilët konfirmojnë dominimin e tyre në futbollin shqiptar. Golat e ndeshjes: në minutën e 6 Egnatia kaloi në avantazh të hershëm, pas një aksioni të ndërtuar nga Bakayoko, topi përfundoi te Regi Lushkja, i cili e dërgoi në rrjet për 1-0. Në minutën e 49, në fillim të pjesës së dytë, Lushkja shënoi sërish, këtë herë me një goditje me kokë pas një goditje këndi, duke dyfishuar rezultatin në avantazh 2-0. Në minutën e 82, Leo Malo përfitoi nga një pasiguri e mbrojtjes shkodrane dhe realizoi golin e tretë për Egnatian. Në minutën e 94 në shtesë, u i kavulosi fitoren me një gol të katërt, duke çuar rezultatin përfundimtar në 4-0. Vllaznia pati disa tentativa për të ndryshuar rrjedhën e ndeshjes, por pa sukses. Portieri Dajsinani i Egnatias u tregua shumë i sigurt në disa raste, duke ruajtur portën e paprekur. Me këtë fitore, Egnatia jo vetëm që siguroi titullin kampion, por edhe një vend në kampionatin evropian për sezonin e ardhshëm. Kjo ndeshje përmbyllën një sezon të suksesshëm për Rogozhinasit, të cilët kanë treguar një performancë të qëndrueshme gjatë gjithë kampionatit. Zonja dhe zotërin, nga qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.